Ministri në detyrë i mbrojtjes së Jug Maqedonci ka thënë se pozicioni i forcave ushtarake serbe pranë kufirit me Kosovën nuk është një lajm i ri. Në llogarinë e tij në Facebook, Maqedonci ka bërë të ditur se 3 nga 4 brigadat e kombinuara të ushtrisë serbe, pa përfshirë edhe njësitë e tjera të specializuara, janë të vendosura në jug të territorit serb, jo larg kufirit me Republikën e Kosovës. Brigada e dytë është e vendosur në Rashk, brigada e tretë në Nish dhe brigada e katërt në Vranj. Këto 3 brigada kanë si të zgjatjet e tyre operacionale 28 baza të përparme operacionale për gjatë vijës kufitare me Kosovën në distancë nga 300 metra deri 5 kilometra nga vija kufitare. Për më tepër për gjatë vijës kufitare janë të vendosura edhe 20 baza të xhandarmerisë serbe. Këto baza kanë personel ushtarak dhe pajisje luftarake kolektive. Vetëm një brigadë e ushtrisë serbe është e vendosur në pjesën veriore të territorit të Serbisë. Pra, ashtu siç kam deklaruar, thot Maqedonci, rreth 70% e kapaciteteve dhe instalacioneve të ushtrisë për vite me radhë janë të vendosura në jug të territorit të Serbisë. Ministri i Mbrojtjes shprehet se në tentativë për të larguar vëmendjen e qytetarëve nga një ndër ngjarjet më të mëdha që po zhvillohet në Kosovë, atë të ushtrimit Defender Europe 2025, nga aktorë të ndryshëm në Kosovë u nis një fushat e gjerë në portale të ndryshme dhe rrjetet sociale rreth deklaratës së tij 1 minutëshe rreth pozicionimit të njësive ushtarake serbe, e nxjerr nga një intervistë 30 minutëshe në A2 CNN. Intervistë kjo që ka mbizotëruar temën e ushtrimit Defender Europe 25. Ajo pjesë e vogël, pak më shumë se 1 minutëshe e intervistës time, u tentua të bëhet lajmi i ditës dhe të paraqitet si një propagandë me qëllim marrjen e vëmendjes, shkruan Maqedonci. E ndjej të nevojshme të sqaroj para qytetarëve se në pothuajse të gjitha paraqitjet e mia publike për të paktën 2 vitet e fundit sa herë jam pyetur rreth pozicionimit të forcave ushtarake serbe, kam dhënë gjithmonë të njëjtën përgjigje dhe kam paraqitur të njëjtat fakte, shprehet ai. Edhe këtë radhë për pyetjen e njëjtë dash përgjigjen e njëjtë. Propaganda do të ishte sikur unë të deklaroja se Serbia ka qasje miqësore, jo militariste dhe paqësore në raport me Kosovën dhe fqinjet e saj të tjerë. Propaganda do të ishte sikur të deklaroja që Serbia nuk ka angazhuar agjentë spion për të baltosur ndërkombëtarisht luftën e drejtë të UÇK-s dhe sikur të deklaroja që Serbia nuk ka mbështetur grupe terroriste në veri, por që jugu i Serbisë është i militarizuar dhe që Serbia vazhdon të ketë qasje hegemoniste dhe agresive në raport me Kosovën. Ky është një realitet që asnjë nga ne nuk do të dëshironte të ishte i tillë, shprehet më tej ministri i mbrojtjes së Kosovës. Ai shprehet se pavarësisht vendosjes së ushtrisë serbe në kufi, gjatë këtyre viteve institucionet tona kanë treguar maturime, qëndrime dhe vendosmëri në veprime për të kontribuar për paqen dhe sigurinë, kurse militarizimi i Serbisë nuk i kontribuon në asnjë rast stabilitetit dhe paqes në rajon. Lajmi për pozicionimin e forcave ushtarake serbe nuk është një lajm i ri, ndërsa intervista kishte në fokus ushtrimin Defender Europe 25, nënvizon sërish ministri i mbrojtjes. Ai po ashtu ka zbuluar edhe një hartë me lokacione dhe njësitë të ushtrisë serbe të postuara nga institucionet e Kosovës në vitin 2023.